Në kuadër të javës së Evropës, në Shkodër u zhvillua një aktivitet artistik i veçantë në hapësirën e stacionit të vjetër të trenit. Artistja Eda Zari dhe Kult 360 Kolektiv prezantuan shfaqjen Terminal Vini Re, një ndërhyrje artistike që solli në jetë këtë hapësirë të braktisur përmes tingullit, imazheve dhe materialeve arkivore. Ne jemi munduar që si një bukuroshe e fjetur, pa çka se me shumë ndryshk, me shumë të çara, me shumë, pra le të themi një rënoje mirëfillt, t'i japim jetë, t'i japim frym. Por jo duke i dhënë thjesht një lustër artistike, por duke sjell një ndërgjegjësim të kujtesës kolektive. Është një projekt ose një aktivitet që qëndron 3 ditë, nuk kushton askujt asgjë përveç se vetëm të marrë veten e vete, të dashurit e zemrës dhe të vi. Vagonët presin, kemi vagonët e mallrave, kemi gabinat të ndryshme ku ka shumë kvote, shumë gjëra që janë gjitur aty. Kjo ka qenë e vështirë që nga pjesa e përzgjedhjes si do realizoheshim, që ne t'i varnim këto pothuajse 100 metër katror letër nga shumë revista që janë të viteve 80, si revista Ylli, e kemi përzgjedhur me detaj dhe çdo faqe, kemi plot proces verbale që janë nga pjesa e Korullës që kemi përfshirë edhe ato, domethënë gjithë kjo arkiva ne kemi quajtur rrjeta kujtesës. Terminal Vini Re është një projekt i cili sjell muzikën dhe hekurudhën në një kontekst, pra në një vend. Sot ndodhim në terminalin e Shkodrës, hekurudha na ka hapur dyert dhe ne kemi shndruar këtë ndërtesë e cila ishte harruar dhe tashmë kishte vetëm ndryshk në një skenë të madhe arti. Mua personalisht shumë, por ju nuk e keni idenë emocionet që kam ndjerë nga të thënat dhe tregimet dhe njerëzve që kanë punuar në hekurudhë. Projekti i Terminal eksploron ritmin dhe kujtesën e një hapësire industriale të lënë pasdore, duke shndërruar stacionin në një vend reflektimi mbi të shkuarën dhe dialog me të ardhmen. Përmes instalacioneve dhe peizazheve zanore, aktiviteti krijoi një eksperiencë artistike që ndërthur historinë me artin bashkohor, duke tërhequr vëmendjen e publikut në kuadër të javës së Evropës në Shkodër.